Mirë se riktheni dhe përshëndetje për ata që vinë tani në këtë program. Natyrisht dhe kapin pjesën e dytë për ditë të mbar. Lumturia nuk duhet të na largohet asnjë ditë, jo vetëm në ditën botërore të lumturisë që ishte dje dhe ne u gëzuam shumë edhe për faktin që populli ynë Kosova renditë të paktën në Ballkan në vendin e parë, jo në botë ishin finlandezët. Po shikoj kolegën time që në këtë momente po më pret diku andej në Prishtinë besoj është. Dhe pyetjen e parë që unë kam përveç se e përshëndes afërditën, dukesh lumtur ti gjithmonë, në fakt je lumtur apo jo? Para se të përshëndes gjithë shikuesit tanë pra nga zemra, dua të jap përgjigje pyetjes sate. Unë rëndom gjej gjërat vogla mbase për ta lumturuar veten. Sa mirë. Mbase edhe si popull jemi të tillë, jo pse gjitha mundësitë i kemi në favor apo rrethanat për të qenë populli më i lumtur në rajon, por ja që kështu kemi dalur. Përndryshe pra tash vërtet po i përshëndes gjithë shikuesit tanë, juve në studio. Dhe ju uroj që kemi arritur në këtë rënditje, por mund të jetë faktikisht reale kjo që ne jemi populli më i lumtur në rajon, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat, qofshin ekonomike, sociale, politike. Sigurisht të përgjigje marrim nga sociologu Jeton Brajshori që mund na jep nga këndvështrimi i tij një përgjigje më të saktë duke pasur parasysh gjitha rrethanat që zotrojnë tani në Kosovë. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, mirëmëngjes, pra përshëndetje për studion Musafir dhe për gjithë shoqëruesit e radio të televizionit në SR. Dhe si e pritët këtë lajmin që morëm të gjithë që ne jemi renditur të parët në rajon, ndërsa Finlanda e para në nivel bote? Realisht, duke ditur që jemi si shoqëri kogja optimiste, ka qenë edhe e pritur. Mirë, po në qoftë se shohim faktorët në të cilët është bërë kjo listë, atëherë atu kemi disa ngecje, për shkak se në qoftë se shohim sa i kemi të hyrat mujore, atëherë ne e dim që 90% e popullatës me zë presin muajin ta kalojnë me ato të hyra. Mirë, po ndoshta te aspekti social jemi popull empatik, jemi popull solidar dhe në qoftë se i ndihmojmë dikujt bashkëndjenjë me dikë, na bën që të jemi të lumtur dhe në këtë mënyrë pra mendojmë që kemi bërë diçka të mirë dhe kjo mund të na lumturojë. Por ndryshe personalisht unë çka mendoj se çka është lumturia, lumturia është kur je shëndosh dhe nuk i borxhe. Për mua kjo është lumturia dhe ndoshta edhe shumica njerëzve kanë menuar një gjë të tillë, mirë, po marr parasysh gjendjen të cilën e kemi, ne nuk besoj që dalim edhe shumë të lumtur. Meq i përmende shëndetin dhe borxhet, pas profesor duke pasur parasysh të dhënat që një pjesë e konsiderueshme qytetarëve në Kosovë janë në kredi, atëherë do të thotë që nuk është që nuk jemi në borxhe. Po pikërisht për këtë po ja them. Pra është ne nuk e dim saktë se si është ka ndodhur ky hulumtim, cila ka qenë mostra reale e cila është marrë në Kosovë, me çka kanë punuar, cila ka qenë për shembull e maj mend para 5-6 viteve një nga pyetjet ka qenë kanë thirrë në telefon dhe të kanë pyetur a je i lumtur për momentin. Do me thonë, ne për momentin jemi të lumtur, jemi taku, po bisedoj, mirë, po tash sot kthehemi në shtëpi, do të mbesim kolon dhe nuk do të jemi të lumtur. Pra disa pyetje të cilat merren si mostër nuk janë edhe aq relevante me situatën reale në të cilën gjendemi. A mund të jetë edhe kjo që ndonjëherë mbase nuk arrim ta perceptojmë saktësisht fjalën të qenurit i lumtur? Çfarë na bën, cili janë faktorët që na bëjnë të lumtur? Apo është pra siç e thatë ju, është gjendje momenti që ne konsiderojmë që jemi të lumtur e mbase mund ta ngatrojmë edhe me një moment kënaqësie që mund të jemi të kënaqur që jemi takuar bashkë, por s'do të thotë që jemi të lumtur. Nuk do të na shkojë dita të jemi të lumtur. Realisht ne jemi shoqëri në tranzicion të pas luftës dhe gjithmonë nisemi nga çfarëdo që na ndodh, e rikujtojmë luftën dhe themi ok, ka qenë shumë keq, tash është shumë më mirë. Dhe ky është ndoshta edhe një faktor i cili na bën ne që të ndihemi të lumtur. Mirë, po prap e them që shumica e hulumtimeve dhe tek ne që ndodhin, respondentët nuk e dhajnë përgjigjen reale. Mirë, po gjithmonë dëshirojnë që ta dhajnë përgjigjen më të mirë të mundshme në mënyrë që të dalin më mirë. Është fakt që personalisht del më mirë, po hulumtimi realisht nuk është real dhe e prish një hulumtim që mundet me qenë
shumë i mirë për shkak se kur analizohet ai hulumtim mund të del me rekomandime dhe në këtë mënyrë mund të dhajmë rekomandime të gabueshme. Pra hulumtimet nuk bëhen kot si koti, pra nxjerrin të dhëna për të menduar strategji afat shkurtër, afat gjate për të përmirësuar jetën e njerëzve. Unë lus kameramanin pra kolegun tim Fatosin që veç një detaj të vogël të merr, kemi mbrapa vetës disa druj të shkapërderdhur në tokë dhe kështu e shohim Prishtinën gjithandej dhe Kosovën. Ju e përmendet edhe kolonat e gjata, pra janë disa arsye, disa faktorë që mund ta zbejnë lumturinë tonë në 24 orë, por ja që dolëm që jemi të lumtur. Çka duhet të bëjmë, apo a duhet të ndrojmë mendje dhe të dim të analizojmë çfarë duam nga vendi, nga institucionet, por edhe nga vetvetja për të përmirësuar mirëqenien tonë që më pas vërtet të jemi të lumtur. Po pajtohna mirë, po ndoshta kish me qenë më mirë si shoqëri të jemi më shumë realist se sa optimist. Pra të shohim problemet reale, që qasemi problemeve. Optimizmin me realizmin? Po me siguri se po, se edhe jemi pak edhe shoqëri emocionale, reagojmë shumë ndaj emocionave, mirë, po duhet të jemi realist dhe të shohim gjërat. Nuk është marrë në qoftë se ne adresojmë një problem i cili afekton jetën tonë. Në qoftë se adresojmë në mënyrë si duhet, atëherë normalisht që hulumtimet do të na dhajnë rekomandime që mund të përmirësojmë gjendjen. Në të kundërtën, pra nëse vazhdojmë thjesht të shprehemi në këtë mënyrë me abor rraf zhvetit, atëherë nuk do të jetë një ardhmë shumë e ndritur. Ju e përmendet që një prej pyetjeve pra mund të ketë qenë edhe sa a jeni i lumtur në këto moment. Pra mund të themi që edhe qasja apo pyetja që është drejtuar mund të ketë qenë jo e qartë e gabuar që për të marrë përgjigjen e duhur? Po shiko, unë e them shpesh këtë. Ne jemi popull i cili kemi përjetuar gjithçka. Dhe tek ne ka familje të cilat jetojnë në varfëri të skajshme. Në qoftë se i shohim në top list 10 vendet më të lumtura, janë gjithmonë vendet të cilat kanë një standard jetësor shumë të mirë, kanë një edukim, një shëndetësi mirë, po për mu befasi është edhe Meksika, edhe pse ata janë popull i lumtur, mirë, po në qoftë se i marrim faktorët, ka korrupsion, ka gjërat e tilla. Mirë, po tek ne e shohim që shumica e njerëzve kanë presion psiqik, kanë presion social për gjërat e cilat ndodhin, dhe në këtë mënyrë ndoshta prap ky optimizmi mund të themi ndoshta jo real, po na bën shpresa gjallë që do të bëhet më mirë. Mirë, po me largimin e shumë të rinjve nga vendi, të cilët më nuk janë, duke u larguar nga faktorët shtytës, mirë, po nga faktorët tërheqës për një jetë më të mirë, atëherë normalisht që gjendja në terren nuk është e mirë siç paraqitet në hulumtimet. Pra, për mua ne realisht do të është dashur të jemi dikun të vendi 90, mes 90 dhe 100, duke pas parasysh se Kroacia është ranguar aq poshtë dhe i ka një pagë mesatare jashtëzakonisht mirë, është vendi BE-s dhe shohim që njerëzit atje nuk janë të lumtur, përkundër që kanë një standard kogja të mirë jetësor. A mund të themi që këtu një ndër faktorët është edhe ngritja e vedijes për t'i parë gjërat me syrin kritik, e mbase ne ende se kemi zhvilluar qasjen kritike ndaj çdo zhvillimi në vend? Po për këtë po them se ne ende gjithmonë i referohemi si ka qenë më herët. Pra si popull që kemi dalë nga lufta për neve, kemi përjetuar gjithçka dhe në këtë mënyrë, pra tash është mirë dhe do të shkojë duke u bërë më mirë. Mirë, po të njëjtën gjë themi që 25 vite ka gjëra që janë përmirësuar, nuk mund të ankohemi që nuk ka gjëra që nuk janë përmirësuar. Mirë, po realisht në aspektin social, në secila familje tek ne, pra statusi socioekonomik është shumë i ulët. Shtresa e mesme pothuajse është duke u zhdukur, do të mbetet vetëm një shtresë e lartë, një shtresë e varfër. Atëherë, sinqerisht nuk shoh ne që kemi arsye fort lumturohemi. Po mirë është me qenë pozitiv. Nga këndvështrimi një sociologu, cilat do të ishin 3 pyetjet kryesore që duhej parashtruar për të nxjerrë një vlerësim të kësaj natyre? Pyetjet kryesore, çdo gjë së pari fillon nga statusi socioekonomik. Faktori i parë, tyrat mujore ka qenë pyetje shumë e mirë. Faktori i dytë është shëndetësia dhe faktori i tretë normalisht që është edukimi. Ne të gjithë e dimë se çfarë probleme kemi në qoftë se moremi dhe themi kushtimisht në qoftë se nuk e njohim dikën në spital apo nuk kemi para, atëherë thjesht dosh me qëndru të shtëpia për shkak se nuk mundesh me kry punë. Një shtet është i fortë kur e ka mirëqenien sociale të mirë, kur e ka shëndetësinë e mirë dhe kur e ka edukimin e mirë. Por megjithatë në shpesh në popull e kemi ndëgjuar që thonë paraja nuk është gjithçka, që ju këtë e kundërshtoni? Jo, paraja nuk është gjithçka, mirë po të kryjmë punë.
Çështja është se në qoftë se keni parë për shembull kamerat e fshehta në Kanada që bëhen, i sheh se çfarëdo prenko që ju bën aty në personave, ata janë shumë të lumtur, për shkak se nuk i afekton as në mirëqenien e tyre, për shkak se kanë të hyra, kanë një shtëpi, kanë një vetur të mirë, kanë shëndetësinë e mirë dhe kanë sistemin e edukimit mirë, pra nuk e arsye me u bë nervoz. Po të njëjtën gjë nuk mund të themi që mund me baj gare me dikun tek ne me bë një kamerë në shef, për shkak se secili ka probleme, secili ka borxhe, ka presion social, presion psikologjik dhe varësisht nga vendi, pra unë nuk shoh që duhet me qenë edhe fort optimist, duhet punoj më shumë, të jemi më racional dhe më realist. A mund themi që kjo që kemi dalur ndër popujt më të lumtur në rajon është një arsye për të qenë gjithë ata që e kanë dorë më komod për të thënë kemi popullin e lumtur dhe s'është që po kërkojnë për të bërë më shumë për ta. Po normalisht për shkak se prap raportet e ulumtimeve janë ato të cilat na tregojnë gjendjen. Tash sa ka qenë real apo nuk është real, ne e di më mirë që jetojmë këtu vetë. Mirë, po është interesant se ndoshta Gallupi që ka bërë këtë ulumtim, ndoshta duhet të dalë edhe me statistika se si ka qenë, çfarë mostre kanë marrë, ku ne kanë thirrë, kush është përgjigjur në Kosovë, pikërisht në Kosovë, pra, për shkak se nuk kemi qasje dhe ndoshta me qenë se jemi që 2 vite në vendin e njëjtë, ndoshta ka qenë edhe ndaj copy-paste. Ndërsa mund t'i parashtrojmë këtë pyetje sociologët, jeton brajshori, pra ju a jeni i lumtur? Shiko, njeriu unë tregova çka është lumturia për mua. Kur e ke shëndetin edhe nuk ke borxhe, mirë, po gjithmonë nuk duhet të ndjehemi komod, gjithmonë duhet të kërkojmë më shumë. Për shkak se komoditeti e vret edhe kreativitetin e personit. Gjithmonë duhet të jemi kërkues, hulumtues, mirë, po të kënaqemi sadopak edhe me atë që kemi, por jo të mbesemi komod dhe të themi që me kaq përfundoj. Me që nuk kemi sigurime shëndetësore, shëndetësinë, si që e përmendë, arsimi i ullët, pra domosdoshmërisht nuk do thotë që vetëm të mos kemi borxhe, por duhet mendojmë edhe për siguruar mjete financiare afatgjate, sepse nuk llogarisim në shtet, nuk llogarisim ajo që ne pra mund vetëm të ndihmojmë njëri tjetrin. Për ndryshe diçka institucionale nuk na siguron jetën. Jo, normalisht këtë pse them të mos kemi borxhe është për shkak se shumica e njerëzve janë në borxhe dhe gjithmonë me siguri ka ndodhur edhe ty me kolega apo me persona që sa herë vjen fundi i muajit gjithmonë duke folur për paga, për borxhe, për gjëra të tilla, mirë, po në qoftë se thash nuk e kemi një arsimim të fortë, një shëndetësi të mirë. Ne e dim se sa pare t'jepen për shëndetësi, qoftë në Maqedoni, qoftë në Turqi, ato pare ndoshta kishte qenë mirë të investohen në spitale dhe mjetet të tjera këtu tek ne, në mënyrë pra që të kemi një shëndetësi dhe personat mos të ndihen thjesht ndihe shumë e mirë në qoftë se kryen shërbimet në shpitale, jo në qoftë se shkon edhe dikun tjetër. Pra institucionet duhet me domos t'i bëjnë disa ligje shpejt, besoj që ka mundësi, vetëm duhet me pas vullnet me punu. Mirë, po mos thym tash se ka dhe faktorë tjerë pse nuk i bojnë këtë. Mirë, po sa më shpejt që kalojnë disa ligje të domosdoshme, ne kërkoj gjithmonë edhe ligjin edhe për prindërim, për shkak se i shohim që edhe fëmijët bojnë shumë probleme, ndërsa prindi e hek përgjithësinë me atë se thotë s'po kam çka mi bë asune, do të thonë kjo është pa përgjegjësi totale e prindve, unë kam kërkuar nga institucionet të bëhet edhe ligji që të dënohen edhe prind varësisht për krimit që e bën një fëmijë adoleshent. Pra kemi shumë ideja të mira, kemi gjëra të cilat mund t'i përmirësoj mirë, po fatkeqësisht për krahjen institucionale nuk e kemi sa duhet. Pra mbetet për të dëshiruar për shumë çka, ndërsa ne i kthehemi në studio të shohim nëse kolegët tanë kanë pyetje për sociologun jeton brajshori, apo këtu mund të përfundojmë këtë bashkëbisedim edhe pse kemi shumë çka të flasim rreth kësaj teme. Afrodita, ma pyet pak sociologun nëse kujt i kishte borxh? Është gjë private. Po, a i kishte borxh dikujt? Maksi thot kujt i kishte borxh. I keni borxh dikuj sepse e përmendet disa herë. Jo, unë flas me në cilësinë e sociologut, me qenë se ne jemi doktorrat shoqërisë, do me thonë diagnoza në përgjithësinë e shoqërisë është që njerëzit vuajnë nga borxhet, qoftë ndaj bankave, qoftë ndaj personave të tjerë.
Për ndryshe, në qoftë se unë e kisha pas ndonjë borxh, nuk ishin edhe ndonjë krim, për shkak se të gjithë kemi, por realisht po ta hek marakun se nuk kam borxh askujt, as komunës, as kekut, as askujt. Mbase Maksi e ka pasur për qëllim thot ku i keni borxh në aspektin e përkrajës, e për mbështetjes që keni pasur gjatë gjithë periudhës tuaj jetësore. Periudhës time jetësore, borxhin më të madh ja kam gruas time, për shkak se shpesh herë ka pas besim më shumë se sa unë që kam pas në vetveten. Dhe kjo është një arsye mbase e fortë për të qenë të lumtur kur njeri mund të bashkëveproj me personin e të cili jeton, kështu që ndihmon njëri tjetrin. Gjithsesi, pra, një familje e lumtur është baza e shoqërisë së mirë. Maksi, kjo ishte përgjigja e sociologut, keni diçka tjetër? Unë kam tani pyetjen e njëjtë për ty. Ma kthe atë borxhin që më ke, ato 2 euro, bëj shaka. Mos kërko të letrë se për monedha të metalta ja bëjmë zgjidhje. Por jo falso që të kam mbetur në xhep, por 2 euro që ja vlen që përdoret. Se po na e prish lumturinë, Maksi. Okej, faleminderit shumë Se po na e prish lumturinë. Kur është puna e pareve po. Faleminderit. Të përshëndes. Vlet të falenderoj edhe një herë pra sociologun Jeton Brajshori. Faleminderit. Faleminderit juve. Miru pafshim.